Bashkia Devol po regjistron një interes në rritje nga turistët vendas dhe të huaj, të cilët po e përfshin gjithnjë më shumë zonën në itineraret e tyre gjatë vizitave në juglindje të vendit. Gatimet tradicionale, pasuritë natyrore dhe trashëgimia kulturore janë ndër faktorët që po tërheqin vizitorët. Kemi pasur më shumë turistë këtë sezon se sa sezonin e kaluar. Faktikisht vinë me guida të organizuara, por kanë vizituar edhe Ujvarën, shpellën e trenit, Prestën e vogël. Turistë huaj kemi pasur nga Greqia, nga Gjermania, Hollanda. Bëjnë një ndalesë këtu në stacionin turistik dhe i orientoj për restorantet që ne kemi këtu në zonën e Devollit dhe i kanë pëlqyer shumë, si zonën ashtu edhe ushqimin. Muaji gusht sill një tjetër fluks vizitorësh, atë të emigrantëve që rikthehen në vendlindje për të kaluar pushimet. Prania e tyre gjatë kësaj periudhe gjallëron edhe më shumë aktivitetin turistik dhe ekonomik të zonës. Në muajin gusht kemi një fluks të emigrantëve për shkak edhe të festave që organizohen në këtë zonë, sepse secili fshat përcakton datën e vet në organizimin e festave për të bashkuar të gjithë dhe për të festuar, për të nxjerrë në pa vlerat, kulturën, po edhe atë shpirtin pozitiv të çdo Devolliu. Rritja e vizitorëve shihet si një mundësi për promovimin e mëtejshëm të potencialeve turistike të Devollit dhe për zhvillimin e bizneseve lokale që ofrojnë produkte, shërbime dhe eksperienca turistike.